Përshëndetje për të gjithë. Unë sot përgatitja një pjatë shumë thjesht, që shme thonë në fakt është një sallatë, që ka shumë pak përbërës, vetëm 4 përbërës. Këtu ka qiqra, do më thonë këtu janë qiqrat, ka fasule të gjelbërt, ka domate të kuqe, por që ja kam hjek farat, edhe ka trangull. Kjo sallatë vërtet ja vlen me përgatit se këta 4 përbërës, përveç se kanë shumë pak kalori, këta përbërës janë shumë të pasur me nutricient, dhe më thonë me vitamina, me minerale, si dhe janë plot me fibra. E dim rëndësin e fibrave, dhe më thonë shumë është rëndësishme që të marrë me sasit mjaftueshme të fibrave, të proteinave, mineraleve, vitaminave gjatë ditës. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe vërtet ja vlen se ka plot gjëra të mira ushqyese. Ju këshilloj ta përgatitni këtë pjatë, këtë sallatë më mirë me thonë, edhe nëse përgatitni, juve ju bëft mirë, mos harroni të ma bëni follow edhe like videot e mia. Shumë faleminderit.